Në një zhvillim të pazakontë në marrëdhëniet greko-turke, liderët e dy vendeve janë takuar ditët e fundit në Ankara, në një përpjekje për të zbutur tensionet në detin e Gje. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis udhëtoi drejt Turqisë për një takim me presidentin Recep Tayyip Erdogan në një seancë që u cilësua si urgjente dhe me zhvillime të papritura. Gazetari i njohur Sokol Brahaj deklaroi se mbledhja u organizua në mënyrë të papritur dhe se përtej pamjes diplomatike u arritën disa marrëveshje simbolike. Pavarësisht se fotografia dhe deklaratat zyrtare flasin për një klim të mirë dhe bashkëpunuese, takimi në realitet ishte i ftohtë dhe i tensionuar, u shpreh Brahaj. Sipas tij, palët parashikuan të shmangin shpërthimin e një konflikti të hapur, por nuk u ranë dakord mbi çështjet kyçe mbi kufit detar dhe të drejtën e shfrytëzimit të zonave ekonomike ekskluzive në Egje. Marrëveshjet që u nënshkruan ishin kryesisht simbolike, pa një zgjidhje të qartë për çështjet shtylla që kanë shkaktuar tejkalime tensioni mes Athinës dhe Ankaras. Ndërkohë, atmosfera e takimit u perceptua si e ashpër dhe me mosbesim, çka ngrit shqetësime për vazhdimsinë e dialogut. Analistët ndërkombëtar vënë në dukje se marrëdhëniet greko-turke kanë qenë gjithmonë të ndjeshme për shkak të historisë së përbashkët, interesave strategjike dhe pozicioneve konkurruese në rajon. Edhe pse zyrtarët e të dy vendeve përpiqen të shmangin retorikën e luftës, Brahaj shprehet se tensionet duhet trajtuar me kujdes për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm.